Zanafilla 38, Juda dhe Tamara, kapitulli që ndërpret historinë dhe hiri që del në fund. Vargjet kyçet kapitullit. Në atë kohë ndodhi që Juda la vëllezërit e tij dhe shkoi të rri me një burr nga Adullami, që quhej Hira. Vargu 1. Por ajo që bëri Eri, i paralinduri i Judës, ishte e keqe në sytë e Zotit dhe Zoti e bëri të vdes. Vargu 7. Atëherë Juda i njohu ato sende dhe tha, ajo është më e drejtë se unë, sepse nuk ja dhash Shelau birin tim. Vargu 26. Ky kapitull duket sikur është futur në vendin e gabuar. Sapo lexuam si e shitën Jozefin dhe papritur historia ndalon dhe kalon tek Juda. Pse? Sepse Bibla po na tregon dy rrugë njëkohësisht. Jozefin që zbret në Egjipt dhe mbetet i pastër, dhe Judën që rri në shtëpi dhe rrëshqet. Dhe në fund çudia e Perëndis, pikërisht nga Juda, jo nga Jozefi, do të vijë Mesia. Krahasimi është i qëllimshëm dhe i ashpër. Në kapitullin 39 do të lexojmë për Jozefin që refuzon gruan e Potifarit dhe ikën duke lënë rrobën në dorë të saj. Këtu lexojmë për Judën që ndalon buzë rrugës dhe lëvullën e vet peng. Dy vëllezër, dy prova, dy përgjigje. Njëri në një vend të huaj mbetet i pastër, tjetri në shtëpi rrëshqet. Vendi nuk e përcakton njeriu, zemra e përcakton. Konteksti historik dhe kulturor. Për të kuptuar kapitullin, duhet njohur një zakon i asaj kohe. Nëse një burr vdiste pa lënë fëmijë, vëllai ishte i detyruar të martohej me të ven dhe fëmia i parë do të llogaritej si fëmijë i të vdekurit. Kjo i quhet ligji i vëllait. Më vonë do të shkruhet edhe në ligjin e Mojsiut, ligji për të rirë 25:5 deri në 10. Nuk ishte çështje dëshire, ishte detyrim ndaj familjes dhe mbrojtje për gruan e mbetur pa burr, pa fëmijë. Një grua në atë botë mbetej pas një siguri, pa bukë, pa mbrojtje, pa të ardhme. Pra kur Juda nuk ja dha Tamarës djalin e tretë, ai po e linte atë të bllokuar, as e martuar, as e lirë të martohej gjetk, e detyruar të rrinte e vet në shtëpinë e babait për vite. Ai nuk e vrau, thjesht e harroi. Dhe ky është konteksti i vendimit të dëshpëruar të Tamarës. Bibla nuk e miraton atë që bëri ajo, por na bën të kuptojmë kush e futi në atë rrugë. Vargjet 1 deri në 5. Juda largohet. Juda la vëllezërit e tij dhe shkoi të rrijë me një burr nga Adullami. Vargu 1. Fjala e parë e kapitullit është largim. Ai u ndan nga familja e beslidhjes dhe u vendos mes kananejve. U miqësua me ta dhe mori grua nga vajzat e tyre. Kujtoni sa kujdes kishte treguar Abrahami dhe Isaku që djemt të mos merrin nga gratë kananase. Kapitulli 24 dhe 28. Juda e bëri pa u menduar fare. Vini re kohën. Ky largim ndodh në atë kohë, pra pikërisht pas shitjes së Jozefit. Ndoshta Juda se duronte dot me atë shtëpi, ndoshta faji e largoi. Sido që të jetë, faji i pashlyer shpesh na largon nga vendi ku duhet të jemi, në vend që ta rregullonte atë që bëri, ai iku, u largu. Vargjet 6 deri në 11. 3 humbje dhe një premtim i pambajtur. Juda mori Tamarën si nuse për djalin e parë Erin, por Eri ishte i keq në sytë e Zotit dhe vdiq. Vargu 7. Pastaj Onani, djali i dytë e mori, por refuzoi t'i jepte Tamarës fëmijë, sepse ai fëmijë nuk do të ishte i tij, dhe ai vdiq. Teksti thot qartë se të dyja vdekjet erdhen si gjykimi i Perëndis, jo nga faji i Tamarës. Pastaj Juda i tha Tamarës, rrije në shtëpinë e babait derisa të rritet djali i tretë. Por teksti na e zbulon mendimin e tij, se mos vdes edhe ky si vëllezërit e tij. Vargu 11. Juda mendoi se problemi ishte Tamara. Nuk pyeti asnjëherë pse kishin vdekur djemt e tij dhe ç'ishte e keqe në edukatën e tyre. Është më lehtë të fajsojmë tjetrin se sa të shohim shtëpinë tonë. Dhe kështu, me një premtim që nuk kishte ndërmend ta mbante, e la një grua të bllokuar për vite me radhë. Vargjet 12 deri në 23. Vendimi i dëshpëruar. Kaluan vite. Gruaja e Judës vdiq, djali i tretë u rrit dhe premtimi nuk u mbajt. Tamara e kuptoi, askush nuk do vinte për të dhe bëri një plan të dëshpëruar. U vesh ndryshe, mbuloi fytyrën dhe ul buzë rrugës ku do të kalonte Juda. Bibla e tregon ngjarjen pa e zbukuruar dhe pa e miratuar. Juda e mori për një grua të rrugës, ra dakord për një pagesë
dhe si peng derisa ta sillte, i la vulën, litarin dhe shkopin e vet. Vargu 18. Dokumentet e tij personale si letër njoftimi sot. Nuk e dinte se po fliste me nusën e djalit të vet. Dhe pastaj vjen një hollësi që tregon shumë. Kur Juda dërgoi mikun të paguante e të merrte sendet, gruaja nuk gjendej. Dhe Juda tha: "Le ti mbaj, që të mos bëhemi për turp." Vargu 23. Vini re, shqetësimi i tij i vetëm ishte turpi publik, jo mëkati. Ka njerëz që nuk kanë frikë nga e keqja, kanë frikë vetëm se mos merret vesh. Vargjet 24 deri 26. Ajo është më e drejtë se unë. 3 muaj më vonë i thanë Judës, nusja jote ka mbetur shtatzan, ka bërë kurvëri, dhe përgjigja e tij është e menjëhershme dhe e egër. Nxirreni jashtë dhe digjeni. Vargu 24. I njëjti njeri që kishte fjetur me një të panjohur buzë rrugës, tani kërkonte vdekjen e saj për të njëjtin mëkat. Jemi gjithmonë më të ashpër për gabimet e të tjerëve se sa me tona. Pastaj Tamara nxorri sendet. Kujt janë këto? Vula, litari dhe ky shkop? Vargu 25. Ajo nuk e akuzoi me fjalë, nuk vërtiti, la fakte të flisnin dhe i dha Judës mundësinë ta pranonte vetë, dhe Juda për nder e pranoi para të gjithëve. Ajo është më e drejtë se unë, sepse nuk ja dhash Shelaun birin tim. Vargu 26. Ky është çasti kur Juda fillon të ndryshojë. Njeriu që propozoi shitjen e vëllait që iku nga familja, që la një grua pa të ardhme dhe që kërkon ta djegi, tani thot hapur, faji është i imi. Dhe nga ky çast, Juda i kapitujve të ardhshëm do të jetë njeri tjetër. Kapitulli 44 na tregon se do ofroj veten si sklav në vend të Benjaminit. Rrëfimi i hapur i fajit është fillimi i çdo ndryshimi të vërtet. Vargjet 27 deri në 30, 2 binjak dhe një fill i kuq. Tamara lindi binjak, njëri nxorri dorën, mamia i lidhi një fill të kuq, por ai u tërhoq dhe doli vëllai i pari, dhe e quajtën Perec, çarje, sepse e çave rrugën, dhe tjetri me fillin e kuq u quajt Zerah. Skena të kujton diçka. Sërish 2 vëllezër, sërish i vogli merr vendin e të madhit, si Jakobi dhe Esau, si Pereci dhe Zerahu, dhe ka një arsye pse Bibla e ruan këtë hollësi nga Pereci. Djali i lindur nga ai kapitull i turpshëm do të vijë Boazi, pastaj Jeseu, pastaj Davidi. Ruthi kapitulli 4 vargjet 18 deri 22 dhe pastaj Krishti. Mendojeni pak, Jozefi është heroi i kësaj pjese të zanafillës, i pastër, besnik, i mençur, shpëtimtar i familjes. Juda është ai që shiti vëllan dhe rrëshqiti në këtë kapitull. Dhe përsëri, linja e Mesias nuk kalon nga Jozefi, kalon nga Juda. Kjo do të thotë se sjellja nuk ka rëndësi. Do të thotë se Perëndia zgjedh me hir, jo me merit, dhe se një njeri që rrethen fajin e vet mund të bëhet ene planit të tij. Juda e provoi këtë kur tha, ajo është më e drejtë se sa unë. Fjalët kyçet kapitullit. La vëllezërit e tij. Vargu 1. Folja origjinale Jarad zbriti, e njëjta fjale e Abrahamit që zbriti në Egjipt 12:10 dhe e Perëndisë që zbriti në Babel. Në Bibël, largimi nga vendi ku të ka vënë Perëndia përshkruhet gjithmonë si zbritje. Dhe zbritja shpirtërore fillon me një hap të vogël, një shoqëri, një vendim, një largim. Vula, litari dhe shkopi. Vargu 18. Këto ishin dokumentet personale të një burri në botën e lashtë. Vula për të nënshkruar marrëveshje, shkopi me shenjat e familjes. Juda i dha të gjitha për një natë. Sa herë njeriu shkëmben identitetin e vet për një kënaqësi të shkurtër, dhe pastaj ai duhet t'i kërkoj ato me turp. Më e drejtë se unë. Vargu 26. Fjala origjinale sadak, e drejtë e pafajshme në një çështje. Juda nuk thot se ajo që bëri Tamara ishte e mirë, thot se në këtë çështje faji ishte i tij. Ky është rrëfimi i vërtet, pa justifikime, pa po edhe ajo, pa fshehje, por publikisht. Perec, vargu 29. Emri origjinal Perec do të thotë çarje, hapje rruge,
dhe emri doli profetik përmes tij Perëndia çau një rrugë që askush nuk e priste. Nga një kapitull i turpshëm deri tek djepi i Betlehemit. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Po të hapim Mateun 1 dhe të lexojmë listën e të parëve të Jezusit. Në vargun e 3 do të gjejmë Judës i lindi Pereci dhe Zerau nga Tamara. Perecit i lindi Hecroni. Në vargu 3. Perëndia mund të kishte lënë këtë kapitull jashtë, mund ta kishte fshirë nga lista, por ai e shkroi dhe shkroi me 2 emra, Juda dhe Tamara. Në listën e të parëve të birit të vet, Bibla nuk i fsheh njollat e familjes së Mesias. Dhe ky është ngushëllimi i madh. Nëse Perëndia nuk e fsheh këtë histori, nuk do të fsheh as ty. Dhe vini re, kush janë gratë që përmenden tek Mateu 1? Tamara, Rahaba, Ruthi, gruaja e Urias, të gjitha me histori të vështira ose të huaja. Perëndia nuk ndërton pemë familjare të birit të vet me njerëz të përsosur, e ndërton me njerëz të vërtet. Dhe kështu tregon se hiri i tij është për njerëz të vërtet. Dhe ka dhe një gjë të fundit. Juda e nisi këtë kapitull duke ikur nga faji dhe duke lënë një grua pa mbrojtje. Por Perëndia po e formonte. Disa kapitull më vonë, i njëjti njeri do të thotë para sundimtarit të Egjiptit: "Le të mbetem unë skllav në vend të djalit." Kapitulli 44, vargu 33. Njeriu që dikur shiti një vëlla, ofron veten për një tjetër. Dhe nga ai fis do të vijë ai që u bë vetë zëvendësues për të gjithë ne. Luani i fisit të Judës. Zbulesa 5, vargu 5. Aplikimi për ne sot. Kur pastrojmë një shtëpi të vjetër, gjejmë gjithmonë një dhomë që nuk e hapi me qef. Plot gjëra që do donim t'i harronim. Zakonisht aty gjejmë edhe diçka që se presim. Një fotografi të vjetër, një letër apo diçka me vlerë. Zanafilla 38 është ajo dhomë në historinë e Biblës. Nga ky mësim neve marrim. Së pari, mos ik nga faji, rregulloje. Juda iku nga familja pas asaj që i bëri Jozefit, dhe largimi e çoi në një rrëmuj edhe më të madhe. Faji që nuk trajtohet na ndjek dhe na largon. Nëse ke bërë diçka që të rëndon, mos u largo, rrëfeje para Perëndisë dhe ku duhet, edhe para njerëzve. Së dyti, mos i lër njerëzit të bllokuar. Tamara mbeti me vite pa përgjigje sepse Juda nuk deshi as të thoshte jo. Hapur. Sa herë bëjmë të njëjtën gjë, nuk premtojmë, nuk refuzojmë, thjesht i lëm njerëzit të presin. Nëse ke premtuar dikujt diçka, mbaje. Nëse nuk mundesh, thuaje hapur që të mos e mbash peng. Së treti, kujdes nga ashpërsia ndaj tjetrit. Nxirreni dhe digjeni, tha njeriu që kishte bërë të njëjtin mëkat. Kur na vjen shpejt zemërimi ndaj gabimit të dikujt, ja vlen të ndalemi, mos vallë po dënoj te tjetri atë që nuk kam parë ende tek vetja. Jezus i tha: "Pse e sheh lëmishte në syrin e vëllait tënd?" Mateu 7:3. Së katërti, thuaj faji është i imi, hapur. Juda e pranoi publikisht, ajo është më e drejtë se unë. Pa justifikime. Pikërisht nga ai çast filloi ndryshimi i tij. Rrëfimi i plot kushton, por është dera e vetme që të nxjerrë nga rrethi i vjetër. Së pesti, mos e mat çmimin e një nate me çmimin e një jete. Juda dha vulën, litarin dhe shkopin, gjithçka që e identifikonte për një çast. Kënaqësitë e shkurtra kërkojnë gjithmonë peng, dhe pengu është zakonisht identiteti ynë. Emri i mirë, ndërgjegja, besimi i familjes. Para se të thuash po, pyet çfarë po le peng. Së gjashti, asnjë histori nuk është shumë e prishur për Perëndin. Ky kapitull përfundoi në listën e të parëve të Jezusit. Nëse mendon se e kaluara jote është shumë e turpshme që Perëndia të bëjë diçka me ty, kujto Judën dhe Tamarën. Perëndia nuk fillon me njerëz të pastër. Ai i pastron ata që i merr. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 38 na tregoi një njeri që iku nga faji dhe u fut në një rrëmuj më të madhe. Një grua të lënë pa të ardhme nga një premtim i pambajtur, një vendim të dëshpëruar dhe një natë që u pagua me identitetin e një burri, një dënim të egër që u kthye në rrëfim publik. Ajo është më e drejtë se unë, dhe dy binjak, njëri prej të cilëve
qa u rrugë. Kapitulli më i errët i historisë së Jozefit u bë hallka e artë e pemës familjare të Krishtit. Mbaj mend këtë varg. Judës i lindi Pereci dhe Zerahu nga Tamara, Mateu 1:3. Perëndia e shkroi këtë emër në listën e birit të vet. Historia jote nuk është shumë e errët për duart e Perëndisë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju. Zoti ju bekoj.